Edhe pse për parat X plus 1.500 denar të rritura për 8% në 3 vitet e ardhshme, në një pjesë të opinionit pati habi dhe debat për 2 sindikatat përfaqësuese që organizojnë punonjësit e administratës dhe të drejtësisë, kjo ishte një ofertë serioze. Të dyja thanë po për propozimin e qeverisë, sipas të cilit pagat e 11.000 punonjësve në këto institucione do të rriten për 40% deri në vitin 2028. Ono što je uste по-добро за нас како синдикат е тоа дека ова право се дава во индивидуален, во поединечен колективен договор, што би значило дека во било кое време, доколку утврдиме уште повеќе права, или поповолни права за вработените, по постапката за подпишување или измена на тој колективен договор била многу побрза. Денеска се случува една историска придобивка на вработените во администрацијата, она што зашто ние протестиравме низ годините наназад, денеска неправдата конечно е исправена. Megjithatë, kjo rritje do të kërkojë më shumë fonde nga buxheti. Qeveria duhet të sigurojë mbi 10 milionë euro në vit për të financuar këto paga. Kryeministri Mickovski tha se ekonomia ka sfida, por rritja e pagave nuk do të pengojë konsolidimin fiskal të vendit, parat nuk do të sigurohen nga taksat e reja. Се разбира дека на нешто треба да скратиме, некаде ќе се потрудиме повеќе да наплатиме, зборувам во таа фискална дисциплина, не зборувам зголемување на даноци, туку да се зголеми фискалната дисциплина, да се намали сивата економија, да се зголемат во суштина приходите во буџетот. Mickovski shtoi se edhe punonjësit duhet të justifikojnë rritjen e pagave duke përmirësuar shërbimet ndaj qytetarëve. Qeveria e mat këtë indikator çdo muaj përmes anketave. Ai gjithashtu theksoi se nuk është e pranueshme që paga minimale të rritet në 600 euro me kompenzimin e diferencës nga qeveria, pasi buxheti nuk ka fonde për këtë. Не, затоа што ние дадовме 250 милиони евра субвенционирани заеми за бизнисот, со каматна стапка од 1,95%, затоа што не ги зголемуваме даноците, како што тоа го бараат меѓународни финансиски институции, бараат 20% ДДВ, не ја зголемуваме старосната граница за одење во пензија, како што тоа го бараат некои меѓународни финансиски институции. Mickovski njoftoi se së shpejti qeveria do të ulë koeficientet e pagave të funksionarëve për të parandaluar rritje të tepruar. Sipas tij, me këtë vendim korrigjohet vendimi i qeverisë së kaluar, e cila kishte arritur këto paga për 78%.